Nëse Zegjineja thot broçkulla në parlament e rrjete sociale, në kabinetin e qeverisë së Bablokut ndodhin çuditëra të tilla që brenda një ministrie janë dy ministra, njëri në detyrë i emëruar me dekret dhe i shkarkuari që vazhdon firmos shkresat si ministër. Në fletorën zyrtare të datës 12 nëntor 2025 është publikuar urdhri numër 1120, datë 3 nëntor 2025, për menaxhimin e peshkimit në zonën e kufizuar të peshkimit në kanalin e Otrantos, i firmosur nga Anila Denaj me emërtimin ministre e bujqësisë. Në fakt, Anila Denaj është larguar nga detyra si ministre e bujqësisë qysh në 15 shtator 2025 dhe për 2 muajsh ministër i bujqësisë është emëruar, dekretuar dhe prezantuar Andis Salla, por sipas zyrës së protokollit të Ministrisë së Bujqësisë, që përgatit dhe çon aktet zyrtare për miratim në Këshillin e Ministrave dhe për publikim në fletorën zyrtare, ministre e bujqësie vazhdon të jetë Anila Denaj e jo Andis Salla.